Në kuadër të projektit forcimi i kapaciteteve institucionale vendore për migracionin në Shqipëri, implementuar nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin në vendin tonë, JOM, me mbështetjen e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, në Vlorë është organizuar Forumi i Komunitetit dhe Biznesit, i cili ka sjellë së bashku institucione, bashki, biznese dhe aktorë të tjerë lokal për të diskutuar zgjidhje konkrete. Në fokus të diskutimeve gjatë aktiviteteve të organizuara në 2 ditë, kanë qenë çështjet më të rëndësishme për zhvillim lokal, si lidhja mes migracionit, punësimit dhe mundësive për të rinjt. Këtë të martë është zhvilluar edhe një tryezë e gjerë, ku morën pjesë aktorët vendor dhe përfaqësues të institucioneve. E pranishme ishte edhe drejtuesja e zyrës JOM, misionin në Shqipëri, Alma Jani, që përshëndeti panelin. Ky aktivitet organizohet në kuadër të projektit forcimi i kapaciteteve institucionale vendore për migracionin dhe diasporën në Shqipëri. Dhe në fakt gjej rastin që të falenderoj kolegët e Mbretërisë së Bashkuar, të cilët edhe pse nuk patën mundësi të na bashkoheshin sot për diçka që ka dalë në momentin e fundit, e ndjekin me shumë vëmendje zbatimin e këtij projekti dhe ne si JOM jemi vërtet falenderues për mbështetjen që ata japin në këtë drejtim. Nëpërmjet bashkëpunimit ndërterritorial, bashkitë mund të përmirësojnë përputhjen midis ofertës dhe kërkesës me fuqi punëtore, si dhe të garantojnë që mundësitë të jenë të arritshme nga të gjithë qytetarët, pavarësisht se ata ku jetojnë. Përfitimet e këtij pakti do jenë të qarta. Ai nxit ofrimin e shërbimeve të punësimit më efikase dhe më të përgjegjshme, mbështet bizneset dhe siguron aftësitë të cilat ju nevojiten këtyre bizneseve, si dhe krijon mundësi konkrete për individët, përfshirë migrantët e rikthyer apo dhe ata që ne në fakt i quajmë migrantët e brendshëm, të cilët lëvizin në qytete të ndryshme brenda Shqipërisë, me qëllim që të gjejnë një punë sa më të denjë dhe të qëndrueshme. Koordinatorja e projektit JOM në Shqipëri, Keti Luarasi, ndalet tek ajo se çfarë ofron Forumi për Komunitetin dhe Biznesin, si dhe si lidhet ky forum me projektin për forcimin e kapaciteteve institucionale vendore për migracionin në vendin tonë. Ky pakt ka të bëjë me pjesën e asistencës që ne i japim bashkive njëra me tjetrën për të patur mundësinë e punësimit të gjithë atyre punonjësve të papunë që kanë në rrethet e tyre. Dhe fokusi kryesor është tek pjesa e rritjes nivelit të punësimit, qoftë edhe për punësime sezonale, për shembull në këtë rast, në rastin konkret që po flasim për nënshkrimin e paktit nga Bashkia e Vlorës. Bashkia e Vlorës për sezonin e verës mirëpret punonjës nga të gjitha rrethet e vendit, që do të thotë të gjitha bashkitë bëjnë filtrin e tyre, kontrollojnë që kanë migrantë të rikthyer apo punëtor të cilët janë të interesuar për të punësuar në rrethet të tjera, pasi bëjnë gjithë identifikimin e duhur, i sjellin ata për të punuar në Bashkinë e Vlorës. Kjo gjë nuk ndodh nëse bashkia në vetvete me strukturat që ka krijuar për pjesën e migracionit dhe diasporës nuk ka informacion se çfarë pozicionesh vakante janë në bizneset e qytetit të Vlorës. Dhe në këtë rast bëhet edhe marrëveshje edhe bashkëpunimi shumë i mirë ndërmjet biznesit, pushtetit vendor, zyrave të formimit profesional edhe punësimit, AKPA, dhe krijohet ai zinxhiri i plot për të ofruar pozicione sa më të mira pune për qytetarët. Por cilat janë mesazhet që përcjellin këto takime? Biznesi u shpreh për vështirësitë të mëdha që ka në gjetjen e punëtorëve, në mbajtjen e tyre. Pjesa e komunitetit u shpreh te pjesa e mungesës së informacionit për gjetjen e këtyre vendeve të punës. Dhe bashkarisht u arrit në mendimin që edhe bizneset, edhe bashkia, edhe institucionet e punësimit, zyrat e punësimit edhe të formimit profesional, duhet të bëhen bashkë. Duhet të bëhen bashkë për ta marrë informacionin shumë kohë më përpara se sa të vijë sezoni i verës. Duhet ta marrin informacionin dhe ta planifikojnë ashtu siç duhet, në mënyrë që të gjitha kontratat jenë të rregullta, jenë të nënshkruara, jenë të zbatuara sipas të gjitha standardeve të legjislacionit shqiptar. Nënkryetaria e Bashkisë së Vlorës Irena Toshkallari flet për rëndësinë e nënshkrimit të paktit ndërbashkiak për punësimin. Nënshkrimi i këtij pakti do të thotë
formalizimi I marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe fluksit migrator të brendshëm midis bashkive. Do thotë, nëse në Bashkinë Vlorë, në sektorin e turizmit, dikush ka interes për të punësuar, dhe do t'i drejtohet zyrës specifike në Bashkinë e Vlorës dhe fal marrëveshjeve të bashkëpunimit që ne kemi me bashki të tjera, do të mund të punësohen nga, sikurse mund të jenë nga Bashkitë Veriut apo nga Bashkitë të Qyllindjes së Shqipërisë. Kjo si iniciativë është lançuar rreth 3 muaj më herët dhe kryetaria e bashkisë e ka nisur në bashkëpunimin në turin e operatorëve, të cilët e kanë mirëpritur si nisëm, duke krijuar konkretisht mundësi të reja punësimi për bashkitë e tjera, por duke plotësuar kërkesën për punë nga operatorët dhe turizmi në Vlorë. Si do të adresojnë këto mundësi të reja punësimi? Në Bashkinë e Vlorës ekzistojnë 2 specialistë dhe një zyrë specifike që është e EJOM-it, me specialistë e EJOM, po më tej fal standardizimit të praktikave të miratuara prej titullares së institucionit zonja Mersini, do të bëhet e mundur që në zyrën specifike specialisti diasporës do të adresojë kërkesa duke koordinuar dhe si një urlitse midis një formati të standardizuar midis bashkive pritëse dhe bashkive të cilat ofrojnë oferta punësimi. E pranishme në këtë aktivitet dhe drejtuesja e Drejtorisë Rajonale të Punësimit Saniela Xhaferi. Ne jemi shumë të lumtur që ta intensifikojmë këtë bashkëpunim me institucionet vendore aty, por tashmë jo vetëm institucionalisht, por duke ftuar edhe biznese, duke forcuar dhe rritur këtë bashkëpunim të deri tanishëm dhe gjithashtu në një farë mënyrë për të edukuar punëkërkuesit në institucionalizim në mënyrë se si ata e kërkojnë punën dhe orientohen drejt tregut punës dhe mundësive që ofrohen. Në fakt, Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive e ka ofertën e saj jo më rajonale, e ka ofertën e saj kombëtare në nivel shumë të dukshëm përmes portalit puna.gov.al dhe shumë kush qoftë në Vlorë, qoftë në një bashki të largët të Shqipërisë mundet të shohë dhe të kërkojë aty ofertën e punësimit sipas profesionit. Një nga momentet kryesore të ditës së dytë të këtij aktiviteti ishte nënshkrimi I marrëveshjes ndërbashkiake për punësim, një hap I rëndësishëm drejt krijimit të më shumë mundësive për punë dhe bashkëpunim në nivel lokal.